تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، e gjithë lavdia takon vetëm Allahut, ata e lavdërojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu, s'ka kush e devion, dhe ka devion Allahu, s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej vazhdojmë me leximin e këtij libri të çmuar, që quhet Usulus Sunne, domethënë libër i shkurt me vlerë të madhe. Usulus Sunne, që do thotë bazat e sunetit, nga autori imami ehli sunnetit Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal ash-Shaybani, i cili ka vdekur në vitin 241 të hijretit. Allahu e mëshiroft, e falt atë, na falt ne, prindrit tan, mësuesit tan, të gjithë dietarët e umetit dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në vazhdimin e pikave që i ka përmendur autori Imam Ahmedi rahimahullah prej bazave të sunetit, në vazhdim ka thënë: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. Ka thonë, dhe më i miri i këtij umeti pas pejgamberit të këtij umeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, më i miri pas tij është Abu Bekr as-Siddiq, pastaj Umar ibn al-Khattab, pastaj Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Ka thënë, u japim përparësi këtyre treve, siç kanë dhënë përparësi sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk kanë pasur kundërshtim në këtë çështje. Pastaj thot: thumma ba'da ha'ula'i thalatha, domethënë pastaj në vlerë pas këtyre treve vijnë ashabu shura al-khamsa, domethënë ata që janë caktuar në këshill, domethënë do ta sqarojmë çka është ky këshill, ose antarët e këshillit, pesë të tjerë, domethënë Ali ibn Abi Talib, wa Talha, wa Zubair, wa Abdurrahman ibn Auf, wa Sa'd. Pra këta e emra: Ali ibn Abi Talib dhe Talha ibn Ubaidillah dhe Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf dhe Sa'd ibn Abi Waqqas. Kulluhum yasluhu lil khilafa. Të gjithë këta kanë qenë kompetent dhe të përshtatshëm për të qenë khalife, secili prej këtyre. Wa kulluhum imam. Edhe secili prej këtyre që u përmendën, domethënë janë imama, janë udhëheqës dhe janë shembulltyr për umetin. Dhe thot: wa nadhhabu fi dhalika ila hadith ibn Umar. Edhe për këtë, domethënë e kemi atë mendim ose atë qëndrim që është në fjalën e Ibn Omerit ose hadithin e Ibn Omerit radhiyallahu anhuma, që ka thënë: kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyun wa ashabuhu mutawafirun. Domethënë ne i numëromnim kur i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ishte gjallë dhe sahabët e tij ishin në numër të madh, numëronim, domethënë i renditnim në numrim Abu Bekr, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskut. Domethënë në vlerë i renditnim këta: Abu Bekrin, pastaj Omerin, pastaj Uthmanin, pastaj heshnim. Domethënë nuk bënim dallim mes sahabëve të tjerë. Pastaj thot Imam Ahmedi rahimahullah: ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول. Do thot,
Pastaj në vlerë vinë pas këtyre antarëve të këshillit, vinë pjesëmarrësit e luftës Bedrit prej muhaxhirëve, pastaj pjesëmarrësit e luftës Bedrit prej ansarëve, prej shokëve ose shoqëruesve të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam, secili sipas hijretit dhe parakalimit ose kohës kur ka hyrë në Islam, secili më i pari ka më shumë vlerë dhe kështu me radhë. Siç kemi thonë edhe në raste tjera kur fillon një çështje të re, Imam Ahmedi dhe thot dhe gjithashtu kjo, domethënë e lidh me fillimin e librit ose fjalinë e parë që ka thonë usulus sunneti indena, domethënë bazat e sunetit tek ne janë kjo dhe gjithashtu se më i miri i këtij umeti është Abu Bekri, pastaj Omeri deri në fund domethënë të kësaj fjale që e lexuam. Kjo fjalë, domethënë tani e shohim qartë se ka të bëjë me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të flitet për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka shumë dhe kanë vlera të shumta, argumente të shumta që tregojnë vlerën e tyre mbi të gjithë të tjerët prej këtij umeti dhe si gjenerat gjithashtu më e mira prej të gjitha umeteve. Domethënë gjenerata më e mirë e njerëzimit. Edhe për vlerat e tyre, për kontributet e tyre, për sakrificat e tyre ka shumë çka të flitet për sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë shkruar shumë prej dietarëve. Kanë shkruar domethënë libra të mëdhenj me vëllime të shumta që tregojnë për vlerën e sahabëve. Aleikum selam. Dhe siç e shohim, po ashtu e përmendin në librat e akides. Gjithmonë kur përmenden çështjet e akides, përmendet edhe kjo pikë që është njohja e vlerës së sahabëve. Këtu ka domethënë autori ka përmendur në përgjithësi për vlerën e sahabëve dhe për renditjen e tyre. Për vlerën, tham ka argumente të shumta. Ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra Muhamedi është i dërguari i Allahut. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari ruhama'u bainahum. Kurse ata që janë me të, sahabët e tij, domethënë që janë bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, janë të ashpër ndaj mosbesimtarëve dhe të mëshirshëm me njëri tjetrin. Aleikum selam. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Edhe ata vazhdimisht i shenë ruku dhe në sejdë, duke i kërkuar mirësitë e Allahut dhe të arrijnë kënaqësinë e Allahut. Dhalika mathaluhum fit Taurati, domethënë ky është shembulli që me të cilin janë përmendur në Teurat. Pra sahabët i ka përmendur Allahu në Teurat, edhe ka tregu vlerën e tyre para se t'i krijojë sahabët, domethënë para se të ekzistojnë. Allahu subhanahu wa taala i ka lëvduar në Teurat dhe gjithashtu në Injil, ka thënë wa mathaluhum fil Injili, dhe shembulli që është dhënë në Injil për sahabët është ke zar'in akhraja shat'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihim al-kuffar. Do thot shembulli i tyre në Injil është si bima që e nxjerr atë, domethënë në fillim kur mbin, e nxjerr kokën dhe fillon të rritet, forcohet derisa drejtohet në trupin e vet. Edhe atëherë u pëlqen atyre bujqve, domethënë gëzohen me këtë bimë, me vlerën e saj. Ky është shembulli i tyre që të mlefosen mosbesimtarët. Domethënë kjo pjesë e ajetit është shumë me rëndësi, domethënë që për vlerën e sahabeve dhe të mirat kur përmenden të mirat e sahabeve, kush mlefoset dhe kush zemrohet është prej mosbesimtarëve. Domethënë ky është argument i fuqishëm, domethënë li yaghidha bihimul kuffar. Domethënë se ky është dhënë shembulli që ti mlefos ose ti zemroj ky shembull mosbesimtarët. Pastaj vazhdon Allahu i lartësuar thot: Wa'ada Allahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Domethënë Allahu u ka premtuar atyre që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, prej sahabeve do thot, u ka premtuar falje dhe shpërblime të mëdha. Ky është argument i qartë
i drejt për drejt për vlerën e madhe të sahabeve. Do të thonë që Allahu i ka lëvduar sahabët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Teurat, në Injil dhe në Kur'an. Do të thonë edhe në ajete të tjera dhe ky ajet është në Kur'an që i ka lëvduar Allahu dhe tregon se gjithashtu janë të lëvduar në Teurat dhe në Injil. Po ashtu ka thënë Allahu i lartësuar: "Was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uhum bi ihsan." Do të thonë pararendësit e parë prej muhaxhirëve, pararendësit që herët kanë hyrë në Islam të parë prej muhaxhirëve dhe ansarëve, dhe ata që i ndjekin ata, do të thonë këta muhaxhirë dhe ansarët, i ndjekin në mënyrën më të mirë, radiyallahu anhum wa radu anhu. Do të thonë Allahu është i kënaqur me ata dhe ata janë të kënaqur me Allahun, do të thonë me shpërblimet që ai jep. Wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Edhe Allahu ka përgatitur për ta xhenete, kopshte në për të cilat rrjedhin lumenj. Do të thonë ky ajet gjithashtu është i qartë, i drejt për drejt dhe tregon se Allahu është i kënaqur me ata. Prandaj, pasi Allahu ka thënë Kur'an radiyallahu anhum, për këtë shkak pasuesit e sahabeve me të mirë, kur i përmendin ata thonë radiyallahu anhu, edhe ndjekin librin e Allahut dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë çështje. Po ashtu ka thënë Allahu i lartësuar: "Wama lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathu as-samawati wal ard." Do të thonë pse nuk jepni ju, nuk shpenzoni në rrugën e Allahut, kurse Allahut i takon i gjithë pushteti ose pasuria e qiellve dhe tokës. La yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal. Do të thonë nuk barazohen ata që kanë dhënë, kanë shpenzuar para çlirimit dhe ata që kanë luftuar para çlirimit. Ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu. Ata kanë shpërblimin më të madh se ata që kanë dhënë dhe kanë luftuar pas çlirimit ose pas fitores. Dhe për qëllim është fitoria dhe çlirimi i Hudejbijës, kur është bërë marrëveshja e paqes dhe është hapur rruga për thirrjen në fenë e Allahut dhe për hapje të Islamit. Wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Dhe të gjithëve Allahu u ka premtuar të mirën. E mira është xheneti, do të thonë të gjithë këtyre sahabeve që kanë luftuar para fitores, para çlirimit dhe ata që kanë luftuar pas, kuptohet se nuk mund të barazohen, por të gjithë e kanë të premtuar xhenetin. Dhe në ajetet tjera gjithashtu ku përmendet vlera e sahabeve dhe vlera e atyre që ecin rrugës së sahabeve. Do thonë ata që vinë pas tyre dhe thonë Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Edhe thonë, do të thonë ata njerëz që vinë pas sahabeve dhe thonë na fal ne dhe ata që na kanë paraprir me iman. Do të thonë dhe thonë wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, mos na lejo të kemi në zemër urrëtie ose pakënaqësi për besimtarët që kanë besuar, do të thonë sahabët më herët. Thot Allahu ka lëvduar tre grupe të njerëzve prej umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. I ka lëvduar sahabët me dy grupe, muhaxhirë dhe ansarët, dhe i ka lëvduar ata që ecin rrugën e sahabeve dhe që i duan sahabët. Do thënë vetëm këta janë të lëvduar dhe këta janë besimtarë, kurse ata që zemrohen nga të mirat e sahabeve, nëse përmenden të mirat e sahabeve, do të janë prej mosbesimtarëve. Prej sunetit gjithashtu ka disa argumente të shumta që tregojnë vlerën e sahabeve, dhe një prej tyre është fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është e njohur për shumicën. Ka thënë la tasubbu ashabi falau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Thot mos i shani sahabët e mi, se sikur dikush prej jush të kishte dhënë sadaka sa është mali i Uhudit,
me ar, do të thënë të kishte dhënë ar sa mali i Uhudit për sadaka, nuk mund të arrijë atë që e japin ata me një grusht të tyre ose gjysmën e grushtit, ose siç kemi sqaruar, çka do të thënë një mud ose një nasif. Do thot dhe hadithet shumëta, shumë hadithe që tregojnë për vlerën e sahabeve, edhe do të përmendim edhe më vonë edhe të tjera, për shembull ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, do të thënë njerëzit më të mirë janë gjenerata ime, ose ka në tjera hadithe, ata të cilët, ose në mesin e të cilëve jam i dërguar dhe kështu në hadithet shumëta. Prandaj e shohim, siç tha, se nuk ekziston libër që sqaron çështjet e akides pa e përmendur dietarët këtë çështje. Do të thonë besimi në vlerën e sahabeve dhe se ata janë më të vlefshmit e gjithë umetit. Do të thonë çdo herë përmendin për vlerat e sahabeve, mirësitë e sahabeve dhe tregojnë se është obligim besimin këto, do të thënë këto veçori të sahabeve. Këtë e kanë përmendur selefët në përgjithësi, dhe kush do që, si thot Sheikh Abdullah Bukhari, hafidhahullah, thot kush do të dalë prej kërcënimit që është në ajet, do të thënë duhet të mos i kundërshtoj sahabët. Se në ajet ka thënë Allahu, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى, do të thënë ai që kundërshton të dërguarin sallallahu alaihi wasallam pasi është bërë i qartë udhëzimi, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, dhe ndjek rrugë tjetër nga rruga e besimtarëve që kanë qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndjek tjetër rrugë, jo rrugën e sahabeve, atëherë nuwallihi ma tawalla, do thotë ai e lam të shkojnë në atë rrugë që e ka zgjedhur, wa nuslihi jahannam, edhe do ta ketë përfundimin, pra do ta hedhim në jahannam, wa sa'at masira, dhe ai është përfundim shumë i keq. Do thotë pra e tregojnë dietarët kur i përmendin çështjet e akides që të kuptohet se kjo rruga e sahabeve është obligim që të ndiqet. Do të thënë e përmendin çdo herë vlerën e sahabeve dhe mirësinë e tyre, që të kuptohet se e kemi obligim ta ndjekim rrugën e tyre. Dhe shkaku tjetër është paralajmërimi nga kundërshtimi i kësaj bindje ose këtij besimi. Sepse secili që kush ka kundërshtuar këtë besim, kush e kundërshton këtë çështje, e kanë kundërshtuar vetëm njerëz më të devijuar, që janë rafidit dhe khawarijt, edhe kush është ndiku prej tyre. Dhe nuk e kundërshton këtë çështje askush prej muslimanëve përveç rafidive dhe khawarijve. Edhe të tjerë që nuk atribuohen qartazi rafidive dhe khawarijve, nëse kanë diçka të tillë, do të thonë se kanë ra në grackat dhe në devimet e tyre. Do të thonë nëse njeriu ka marrë devijim të rafidive ose ka marrë devijim të khawarijve, atëherë mund të flasë kundër sahabeve, përndryshe, do të thonë nuk ekziston një gjë e tillë. Prandaj është përmendur kaq shumë në librat e akides kjo çështje. Do thotë kjo në përgjithësi për vlerën e sahabeve. Por kuptohet që gjitha i numri i madh i sahabeve që kanë qenë në haxhin e lamtumirës, rreth 124.000, do thotë kuptohet se nuk janë në një shkallë të barabartë. Ka disa që kanë parapri në islam dhe kanë sakrifikuar më shumë, edhe imani i njerëzve dallon, nuk është i gjithë njësoj. Për këtë shkak, duhet ta dimë edhe gjithashtu rënditjen e sahabeve mes tyre, cili është më i vlefshëm se të tjerët. Edhe padyshim se i japim përparësi, pra ne e besojmë atë që ka thënë Imam Ahmedi, khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu. Do të thënë më i miri
i këtij ummetit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Abu Bakr as-Siddiq, pastaj Umar ibn al-Khattab al-Faruq radiyallahu anhu, pastaj Uthman ibn Affan. Dhe ka thënë u japim përparësi këtyre treve siç i kanë dhënë përparësi sahabët e tjerë, do thotë këtyre treve. E ka përmendur hadithin e Abdullah ibn Omerit radhiyallahu anhuma, që është në Sahihun e Bukhariut, ka thënë kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Pra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur thot sahabiu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bënim kështu ose thonim kështu ose çka i bie ky hadith? Është fjalë sahabiut apo quhet hadith marfu'? Domethënë pra hadithi, definicioni i hadithit është çdo fjalë, vepër dhe pëlqim ose pajtim që e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe përshkrimi në kreaturën e tij dhe në moralin e tij, domethënë kur flitet për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, gjitha këto janë hadithe dhe quhen marfu'. Dhe kur thot sahabiu në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kemi bërë kështu, domethënë ajo është hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sepse e ka miratu. Pra në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot la na'dilu bi Abi Bakrin ahadan. Askënd nuk e kemi barazuar me Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Thumma Umar, pastaj Omerin, thumma Uthman, pastaj Uthmanin. Thumma natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Pastaj i kemi lanë, do të thonë sahabët, nuk kemi bërë dallime ose vlerësime të njërit ndaj tjetrit. Prandaj Imam Ahmedi e ka përmendur, do të thonë, këtë çështje siç e dim, elhamdulillah, dhe kjo është dhunti e madhe që duhet të jemi mirënjohës dhe falënderues ndaj Allahut subhanahu wa taala gjithmonë, kur përmenden çështje të akides të Ahlus Sunna wal Jamaa, i kemi ato bindje dhe besime, sepse ajo është diçka që është sqaruar qartë në librin e Allahut ose në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ka qenë ixhma i sahabeve. Edhe këtë çështje që Abu Bakrin dhe Omerin, pastaj Uthmanin gjithashtu, Abu Bakrin, pastaj Omerin, pastaj Uthmanin, e llogaritin më të vlefshmit prej gjithë ummetit pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë është diçka që është e vërtetuar në sunet, pasi sahabët në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë pas këtë mendim. Mirë po, ka një çështje tjetër, pse nuk përmendet Aliu radhiyallahu anhu këtu? A do të thonë se nuk është më i vlefshëm se të tjerët? Po ashtu edhe Aliu radhiyallahu anhu, do të thonë është i katërti në vlerë, e sakta është që Aliu radhiyallahu anhu është i katërti, pastaj pas Aliut vijnë të tjerët. Edhe ajo që është ixhma të Ahlus Sunna wal Jamaa është se sahabët janë të radhitur në vlerë sipas asaj që kanë qenë në khilafe. Që kanë qenë khulafa, do të thonë ashtu e kanë edhe vlerën. Pra i pari Abu Bekri, i dyti Omeri, i treti Uthmani, i katërti Aliu, dhe pastaj sahabët e tjerë radhiyallahu anhum. Dhe kjo është gjithashtu në bazë të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ka thënë el khilafatu 30 sana, thumma tasiru mulkan. Do thotë khilafeti sipas rrugës, do të thonë që e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të jetë 30 vjet. Pastaj do të bëhet mbretëri. Edhe këto 30 vjet plotësohen me fundin, do të thonë, të khilafetit të Aliut radhiyallahu anhu. Prandaj, do të thonë, këto 30 vjet që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se është khilafet i sakt, i përfshin këta 4 khalife. Dhe jo si ka thënë Sejt Kutubi, që koha e Uthmanit radhiyallahu anhu ka qenë vakum në sundimin islam, do të thënë gjykimin me islam. Dhe ka thënë koha e Aliut është vazhdimsi e natyrshme e kohës së Abu Bekrit dhe Omerit. Edhe kjo padyshim se është prej devimeve të qarta,
Për Uthmanin radhiyallahu anhu ka hadithe të shumta gjithashtu që tregojnë vlerën e tij në veçantë. Mirë po mjafton kjo që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë 30 vjet pas meje do të jetë khilafet, do të thënë khulafa rashidun, të udhëzuar dhe udhëzues që nuk kanë lëviz as pak nga rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj ka thënë do të jetë mbretëri. Edhe kjo gjithashtu është lëvdat për Muawiyan radhiyallahu anhu, sa është mbreti i parë në Islam. Edhe atë gjithashtu e ka lëvdu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, kuptohet se vlera e tij nuk krahasohet me vlerën e 4 khulafar rashidin. Këtë e kemi të qartë. Pse Omeri Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu nuk e ka përmendur, sepse ka qenë çështja, do të thënë pasi kanë pyetur njerëz a është Aliu apo Uthmani më i vlefshëm. Don ka ekzistuar një kohë dhe ka ekzistuar pak kundërshtim mes ahlus sunetit për vlerën kush e ka më të madhe, Aliu ose Uthmani. Por realiteti është se janë vlerë ashtu siç kanë qenë të renditur në khilafe. Prandaj Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma ka treguar këtë realitet që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk ka mundësi të ndryshojë më vonë. Pra si ka thënë, prandaj edhe Imam Ahmedi ka thënë, si për ti djali i tij Abdullah, ka thënë e kam dëgjuar babain tim rahimahullah duke thënë as-sunnatu fi at-tafdil alladhi nadhhabu ilayhi, pra sunneti në renditjen e vlerës së sahabeve që ne e kemi besim, është ajo që është transmetuar nga Abdullah ibn Umar. Themi Ebu Bekri, pastaj Omeri, pastaj Uthmani, kurse për khilafe, për khalif, e kemi besimin sipas hadithit të Safines radhiyallahu anhu, që ka thënë, do të thonë ky që e përmendëm, pra se khilafeti do të jetë 30 vjet. Prandaj thot Imam Ahmedi, themi Ebu Bekri, Omeri, Uthmani dhe Aliu radhiyallahu anhum janë khalif të drejtë dhe udhëzues. Prandaj thot fenesta'milu al-hadithaini jami'an, do të thonë i përdorim të dy hadithet, i praktikojmë dhe i zbatojmë të dy hadithet dhe nuk e kundërshtojmë atë që thot se i katërti në vlerë është Aliu radhiyallahu anhu, i cili është dhëndri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pashtu Islami i tij ka qenë shumë i hershëm prej të parëve, ose i pari prej fëmijëve që e ka pranuar Islamin, dhe drejtësia e tij ka qenë e dukshme gjatë khalifatit të tij e kështu me radhë. Domethënë për këtë nuk ka dyshim. Dhe këtu ka përmendur Sheikh Abdullah Bukhari disa transmetime prej dietarëve të ndryshëm që kanë thënë se do thotë kanë treguar këtë që e tham, se Aliu radhiyallahu anhu është khalifi i katërt i drejtë dhe është i katërti në vlerë prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe po siç transmetohet për shembull nga Imam Ibn Abi Hatim, thot sa'altu abi, e kam pyetur babain tim Abu Hatim ar-Razi dhe Abu Zur'a ar-Razi, i kam pyetur të dy rahimahumallah për akiden e Ahlus Sunnetit dhe si kanë arritur ata dietarët në të gjitha vendet, Hijaz, Irak, Egjipt, Sham, Yemen e të tjerë, do të thonë këta dy imama, çka kanë mësuar prej dietarëve të mëhershëm. E ka pyetur pra djali Ebu Hatimit rahimahumullahu xhamian. Edhe ata kanë thonë, i kemi arritur këta dietar, kanë përmendur shumë, domethënë vende dhe dietar të shumt që ku kanë udhëtuar dhe kanë marrë dituri prej tyre, edhe kanë thonë se kjo ka qenë rruga e tyre ose akide e tyre. Dhe një prej pikave ka thënë wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha, domethënë më i miri i këtij umeti pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është Abu Bekr as-Siddiq, thumma pastaj Umar ibn al-Khattab, pastaj Uthman ibn Affan, pastaj Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhum. Dhe këta janë khalifët e drejtë dhe të udhëzuar. Domethënë kjo është ajo për të cilën ka pas ixhma të Ahlus Sunna wal Jamaa,
siç tham, megjithse një kohë ka ekzistuar ihtilaf, një kohë të shkurt, me disa prej dietarëve të sunetit, që kanë thonë, kanë bërë dallim ose kanë bërë ndryshim, pra në vlerë, kanë thënë Aliu është më i vlefshëm se Uthmani, por askush prej tyre s'ka thonë që khalifati Uthmanit nuk është në rregull. Do të thonë për xulefa nuk ka pas kundërshtim të ehli suneti. Për vlerën disa kanë thonë, mirë po kjo ka mbaru, ka ixhma dhe kush thot se Aliu është më i vlefshëm se Uthmani, gjithashtu është prej njerëzve të bidatit. Edhe është dhe në kohën e selefit, këtyre ju kanë thonë shia. Do të thonë ka të sheju. Një njeri kur përmendet prej transmetuesve, që përmendet se ka qenë i besueshëm kështu, mirë po ka të sheju. Do të thonë ka qenë kjo çështje. Pra kundërshtimi në renditjen e sahabeve në aspekt të vlerës, jo në aspekt të khalifatit. Këtë sqaron Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah. Pastaj, do të thonë, thot Ibn Hajar rahimahullah, thot se ka ixhma pas një kohe, do të thonë, pas mbarimit të Khulafa Rashidin, ka ixhma se renditja e sahabeve në vlerë është si renditja që kanë qenë në khalifat. Pastaj thot Imam Ahmedi këtu, pas këtyre treve, do të thonë pas Abu Bakr as-Siddiq dhe pastaj Omer al-Faruq, pastaj Uthman dhun Nurayn radhiyallahu anhum, pra këto padyshim se janë më të mirët e umetit, dhe i katërti Aliu radhiyallahu anhu, siç i sqaruam argumentet. Pastaj pas këtyre në vlerë vijnë ata që kanë qenë antar të Këshillit. Qëllimi është për Këshillin të cilin e ka vendosur Omeri radhiyallahu anhu. Ka caktuar 6 veta plus djalin e tij Abdullah ibn Omer, që ta zgjedhin khalifen pas vdekjes së Omerit radhiyallahu anhu. Edhe këta në këtë këshill, do të thonë, kanë qenë këta njerëz të cilët janë të përgëzuar me xhennet. Do të thonë Uthmani radhiyallahu anhu, Aliu radhiyallahu anhu, Talha ibn Ubaydillah, edhe Zubair ibn Awam dhe Sa'd ibn Abi Waqqas ka qenë, dhe tjetri edhe Abdurrahman ibn Auf. Do të thonë këta kanë qenë në këshill dhe ata kanë pas unanimitet për ta zgjedhur Uthmanin radhiyallahu anhu. Ata kanë zgjedh, do të thonë këta 6 kanë qenë me drejt të, siç thuhet, të votës dhe të zgjidhen. Kurse Abdullah ibn Omer ka qenë me drejt të votoj vetëm, jo të zgjidhet ai vet. Kështu e ka caktuar Omeri radhiyallahu anhu. Do të thonë djalin vet ka thonë jo të zgjidhet halife, po të jetë në atë këshill për të zgjedhur një prej këtyre 6 të tjerëve, dhe ata kanë zgjedhur një herë Uthmanin radhiyallahu anhu. Këta njerëz, do të thonë këta njerëz të përgëzuar me xhenet, më të parët prej muhaxhirëve, e kanë zgjedhur Uthmanin radhiyallahu anhu. Pastaj ka pas ixhma të sahabët, askush prej sahabëve të tjerë nuk e ka kundërshtuar këtë zgjedhje. Pastaj gjithashtu zgjedhja e Aliut radhiyallahu anhu dhe askush prej sahabëve nuk e ka kundërshtuar këtë. Do të thonë, prandaj ata që vinë më vonë, atëherë nuk ka dyshim se janë prej njerëzve të devijuar. Këta, do të thonë, të gjithë këta kanë qenë kompetent dhe kanë qenë të mirë për khalife. Do të thotë, nuk ka dyshim, edhe pse nuk janë zgjedhur, të gjithë janë imam, sepse janë prej sahabeve më të hershëm, edhe që i ka përgëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mbetet gjithashtu në këtë grup edhe Sa'd ibn Zaid dhe Abu Ubejde Amir ibn al-Jarrah radhiyallahu anhum ajma'in. Do të thonë këta janë më të vlefshmit e sahabeve. Pas atyre 4, atëherë vijnë këta 6 në vlerë, ose 4 një herë, pastaj edhe këta 2 në vlerë. Pastaj thot përpara se dalim të tjerët, ka thonë Sheikhul Islam Ibn Taymija rahimahullah, amma tafdilu ahli as-suffa ala al-ashara wa ghayrihim fa khata'un wa dalal, bal khayru hadhihi al-umma ba'da nabiyha. Thot, do të thonë disa njerëz thonë që ata
Ahlus Suffe, që kanë jetu në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, janë më të vlefshëm se tjerët prej sahabeve. Edhe thot ata që thonë se këta janë, domethënë, më të vlefshëm se 10 të përgëzuarit, atëherë kjo është gabim dhe devijim. Por më i miri i këtij umeti është Abu Bekri, pastaj Omeri, siç është në domethënë hadithe mutawatire që janë transmetuar nga Aliu radhiyallahu anhu shumë prej tyre, edhe janë transmetuar edhe mauquf edhe marfu. Domethënë edhe fjalë të Aliut radhiyallahu anhu vet, edhe marfu prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe këtë gjithashtu e vërtetojnë Kurani dhe Sunneti, dhe janë të pajtuar selefi këtij umeti. Pastaj pas këtyre dyve vjen Uthmani, pastaj Aliu, pastaj tjerë prej antarëve të Këshillit, Talha, Zubair, Saad, Abdulrahman ibn Auf, bashkë me Ebu Ubejde ibn al-Jarrah, domethënë besniku i këtij umeti, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka tregu, domethënë se është ka thënë se ai është mbrojtësi sekretit këtij umeti, edhe Said ibn Zaid, domethënë këta janë 10 të përgëzuarit me xhenet, që janë më të vlefshmit prej të gjithë sahabeve. Dhe vetëm një prej sahabeve është në librin e Allahut i përmendur me këtë cilësi, se është sahabi. Domethënë vetëm një është i përmendur me këtë cilësi, është Abu Bekri radhiyallahu anhu, kur ka thënë Allahu subhanahu wa taala illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu thaniya ithnain idh huma fil ghar. Domethënë nëse ju nuk e ndihmoni, atë ka ndihmuar Allahu, edhe kur ishte veti i dyti në shpellë, idh yaqulu li sahibihi, domethënë kur i thoshte shokut vet ose sahabiut vet. Domethënë Abu Bekri radhiyallahu anhu është përmendur me cilësinë e sahabiut, që është edhe më e fuqishme se sa ai që është përmendur me emër. Zaid ibn Harith është përmendur me emrin lemma qada Zaidun minha wataran, domethënë pasi e kreu Zaidi, ajo domethënë ajeti për atë që flet, domethënë është përmendur me emër, mirëpo përmendja e Abu Bekrit radhiyallahu anhu me këtë cilësi është edhe më e fuqishme. Pastaj janë përmendur në përgjithësi sahabët, muhaxhirët, ansarët, disa herë, ata që e kanë ndjekur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe kur kanë pasur vështirësi e kështu me radhë. Allahu i lartësuar, pra ka thënë nuk në ajetin, pra vazhdon fjala Ibn Taymiyes në ajetin që e përmendëm më herët, ka thënë Allahu nuk barazohen ata që kanë dhënë dhe kanë luftuar para fitores, para çlirimit, ata i kanë shpërblimet më të mëdha se ata që kanë dhënë dhe kanë luftuar pas çlirimit. Edhe të gjithëve Allahu u ka premtuar të mirën. Domethënë se Allahu u ka dhënë përparësi në vlerë atyre që kanë hyrë në Islam para marrëveshjes Hudejbiyes. Më shumë se sa ata që kanë hyrë në Islam pas marrëveshjes. Edhe domethënë të gjithë kanë luftuar dhe kanë shpenzuar për fenë e Allahut, mirëpo thotë nuk mund të arrihen vlerë ata që kanë qenë më herët. Po ashtu edhe për ata pjesëmarrësit e marrëveshjes Hudejbiyes, në veçanti, do thotë ata që e kanë pranuar Islamin përpara, edhe kanë qenë pjesëmarrës dhe në besatimin në pejmën, janë besatuar me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë Allahu, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajara. Domethënë Allahu është i kënaqur me besimtarët që ta dhanë besën nën pejmën. Domethënë kjo tregon vlerën e madhe të gjithë sahabeve që kanë qenë deri atëherë, domethënë që kanë hyrë në Islam. Dhe në ajetet tjera, domethënë që tregohet ky dallim. Po ashtu Sheikhul Islam Ibn Taymiyja rahimahullah ka përmendur në Akida Wasitiyye, thotë për çështjen e sahabëve, pasi ka përmendur pikat që janë karakteristika, domethënë, ose janë baza të akidës së Ahlus Sunnetit. Në fillim përmend për besimin në emrat dhe cilësitë, ajo është pjesa
më e madhe e librit, edhe në fund përmend çështje tjera prej akides, edhe aty ka thënë wa yaqbaluna ma jaa bihi al-kitabu aw as-sunnah aw al-ijma' min fadailihim wa maratibihim. Do thënë ka fol për vlerën e sahabëve dhe ka thënë Ahlus Sunna wal Jamaa i pranojnë ato që kanë ardhur në librin e Allahut, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose në ijma që e tregon vlerën dhe pozitat edhe renditjet e sahabëve. Edhe i japin përparësi atyre që kanë luftuar dhe kanë shpenzuar para çlirimit, që është marrëveshja e Hudejbijës. I japin përparësi më shumë se ata që kanë ardhur pas marrëveshjes së Hudejbijës. Edhe do më thënë, dolëm të marrëveshja Hudejbijës, mirë po që ta dim, pra njëherë në vlerë janë Ebu Bekri dhe Omeri. Edhe me ata, këta janë njerëz më të mirë që kanë jetu në fytyrën e tokës. Ebu Bekri dhe Omeri radhiyallahu anhu janë njerëzit më të mirë që kanë jetu që nga Ademi a.s. deri në ditën e gjykimit, pas pejgamberëve. Do të thonë njëherë më të vlefshmit janë pejgamberët dhe pas mbarimit të pejgamberëve, më të vlefshmit për gjithë njerëzve janë Ebu Bekr as-Siddiq, numër 1, pastaj Omer ibn al-Khattab, pastaj njerëz të tjerë prej popujve të ndryshëm. Kurse prej këtij ummeti, pastaj vazhdojnë më i vlefshmi Othmani, pastaj Aliu, pastaj 6 të tjerë prej 10 përgëzuarve me xhennet. Pastaj në vlerë janë të gjithë të tjerë që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit. Pastaj përmenden pas këtyre ata që kanë marrë të tjerë të mbetur që kanë marrë pjesë në marrëveshjen e Hudejbijës. Se përndryshe, do të thënë këto që përmenden më herët, edhe ata kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit për shembull, edhe prej atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit kanë qenë në Hudejbije, po është qëllimi renditja, do të thënë ata tjerë që mbeten vinë në vlerë pas këtyre, por disa dietar thonë përpara se të përmendet marrëveshja e Hudejbijës, përmendet lufta e Uhudit. Do të thënë në vlerë pas atyre që kanë marrë pjesë në Bedër, vinë ata që kanë marrë pjesë në Uhud, pastaj ata që kanë marrë pjesë në Hudejbije. Luftarëve të Bedrit, Allahu ka thënë i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Do të thënë bani ç'të doni se ju kam fal. Do të thënë kjo fjalë, kjo është në hadith, ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë Allahu u është drejtu pjesëmarrësve të Bedrit, edhe u ka thënë i'malu ma shi'tum, do të thënë bani çka doni, se të gjitha i keni të falura. Ky është argument se askush prej atyre që kanë marrë pjesë në luftën e Bedrit dhe gjithashtu prej atyre që kanë marrë pjesë në marrëveshjen e Hudejbijës nuk hyn në xhehenem asnjëherë. Do të thënë gjithë janë direkt në xhennet. Se Allahu ka thënë laqad radiyallahu anil mu'minin. Do të thënë Allahu është i kënaqur me këta besimtar. Dhe në luftën në këtë marrëveshjen e Hudejbijës kanë qenë më shumë se 1400, do të thënë prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj prej besimit të Ahlus Sunnetit është që ne dëshmojmë për gjithë këta se janë direkt në xhennet. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose gjithashtu tjetër çka tregon vlerën e sahabeve, ka thënë Allahu laqad taba Allahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al-usra. Do të thënë Allahu ja ka fal ose ka pranu pendimin e profetit dhe muhaxhirëve dhe ansarëve që kanë ndjekur profetin sallallahu alaihi wasallam në momentin e vështirësisë. Do të thënë momentin që kanë qenë me plagë dhe me vështirësi të shumta, kanë vazhduar të shkojnë pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në luftën tjetër më një herë. Kjo ka ndodhur në luftën e Uhudit. Edhe po ashtu ky veprim ose ky qëndrim i sahabëve ka qenë edhe në luftën e Hendekut, edhe në lufta të tjera, do të thonë, edhe në momentin kur e kanë pa vdekjen me sy, edhe kanë pas plagë të rënda, lodhje të mëdha prej luftës, më një herë u ka ardhur urdhri për luftën tjetër. Edhe më një herë kanë shku pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë, nuk kanë kundërshtuar
edhe nuk kanë thonë, si kemi përmendur, nuk kanë thonë si popujt tjerë që kanë thonë shko ti me Zotin tënd lufto, ne do të presim këtu, por nuk janë ndarë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansar. Do të thonë argument për imanin e dikujt është dashuria ndaj ansarve. Wa ayatun nifaq bughdul ansar. Edhe argument për dyftërsi, munafiqllak, do të thonë është urrejtja e ansarve. Do të thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dashurinë ndaj ansarve e ka quajtur argument se imani është i vërtetë. Kurse urrejtja e ansarve argument se pretendimi i imanit është i rrënjshëm dhe në realitet njeriu është munafik nëse i urren ansart. Kurse ansart në përgjithësi vinë në vlerë pas muhaxhirëve. Thotë si u përmend aty si tha Imam Ahmedi, do thotë pjesëmarrësit e luftës Bedrit prej muhaxhirëve janë në vlerë, do të thonë vazhdojnë pastaj pjesëmarrësit e luftës Bedrit prej ansarve. Pastaj gjithashtu pjesëmarrësit e Hudejbiyes prej muhaxhirëve, pastaj aty prej ansarve. Do të thonë çdo herë muhaxhirët në vlerë janë më lart se ansart, sepse muhaxhirët e kanë braktisë shtëpinë e vet, fëmijët e vet, familjet e veta, pasurinë krejtësisht e kanë lënë, ose si thuhet me këtë gjuhën moderne, e kanë braktisë jetën që e kanë pasur, edhe kanë shku pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Ansart po ashtu kanë vlerë të madhe dhe marramendse, do të thonë se ata kanë qenë strehuesit e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Edhe ata kanë sakrifikuar padyshim sepse e kanë vënë veten në rrezik. Do të thonë e kanë mbrojt pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe muhaxhirët dhe i kanë dashur si vëllezërit e tyre, këtë ka dëshmu Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë për ansart yuhibbuna man hajara ilayhim. Do të thonë ata i duan këta që janë shpërngulur te këta. Do të thonë i duan muhaxhirët me të vërtetë. Edhe kjo është sakrificë e madhe, mirë po, do të thonë sakrifica e muhaxhirëve është edhe më e lartë. Po pasi u përmend kjo çështja për pjesëmarrësit e Bedrit, se Allahu ju ka thënë veproni çka doni se i keni të falura. Tham se do të thonë kjo do të thotë që ata nuk dënohen për asnjë gjë në xhehenem. Do të thonë janë që shkojnë drejt për drejt në xhennet. Mirë po kjo fjalë ka shkaktuar paqartësi të disa njerëz, si thot Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, do të thonë ka shkaktuar paqartësi disa njerëzve. Edhe janë mundu të japin komente, edhe një prej atyre dietarëve që janë mundu ta shpjegojnë këtë hadith është Ibn al-Jauzi. Do të thonë sot që njerëzit kur bëjnë kështu publikimet fjalëve, nuk din me dallu Ibn Qayyim al-Jauziyja edhe Ibn al-Jauzi. Do të thonë janë dy të ndryshëm. Pra thot Ibn Qayyim rahimahullah për Ibn al-Jauzi se ka thonë për këtë fjalë i'malu, bani çka doni, ka thonë nuk është qëllimi për të ardhmen, por qëllimi është për të kaluarën. Do të thonë se çdo vepër që e keni bërë deri në luftën e Bedrit, ju është fal, edhe nuk dënoheni për asnjë vepër. Edhe ka thonë se për këtë argumentojnë dy çështje. Një është se përgjigjja është ua kam falur. Do të thonë bëni çka doni se ua kam fal. Thotë rezultati është i të kaluarës. Për këtë shkak ka thonë Ibn al-Jauzi se është do të thonë urdhri për veprim, do të thonë është për qëllim për të kaluarën. Dhe e dyta, argumenti i dytë që thotë se e përforcon këtë kuptim, është se nëse kishte qenë kështu, do të thonë do të kishte qenë lejim i mëkateve. Edhe kjo nuk ndodh. Pra askujt nuk i lejohet që të dalë prej shariatit në asnjë shkallë, ka thënë Ibn al-Jauzi. Mirë po, thot Ibn Qayyim al-Jauziyja rahimahullah, thot kjo përgjigje ose ky sqarim është i dobët në dy aspekte. Aspekti i parë se folja kur është në mënyrën urdhërore,
veproni, nuk ka mundësi të komentohet për të kaluarën. Patjetër është për të ardhmen. Veproni, do të thënë nga ky moment për në të ardhmen, kurse folja do të thënë madhi si është arabisht, ghafartu, ju e kam falur, kjo e merr kuptimin e të ardhmes në gjuhën arabe. Dhe siç është në vende tjera, për shembull ka thënë Allahu ata amrullah. Erdhi urdhri i Allahut. Ka ardhur, do të thënë urdhri i Allahut për ditën e Kiametit. Ajo është për të ardhmen, mirëpo është shprehur pra në kohën e kaluar, edhe wa jaa rabbuka për ditën e gjykimit, do të vijë. Do të thënë është folja erdhi Zoti, kurse është kuptimi do të vijë ditën e gjykimit për të gjykuar. Do të thënë folja emrore nuk mund ta marrë kuptimin e të kaluarës, si ka thënë Ibn al-Jauzi. Kurse folja që është në të kaluarën mund ta marrë kuptimin e të ardhmes. Tjetër, vetë hadithi e refuzon këtë kuptim, sepse e dini rastin për çka ka ndodhur, është për një spionazh, do të thënë që e ka bërë Hatib ibn Abi Balta'a radhiyallahu anhu, që është mëkat që ka ndodhur pas luftës Bedrit. Edhe për këtë e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë. Do të thënë tani flitet për pas luftës Bedrit. Dhe prandaj thotë Ibn Qayyimi, ai që e mendon këtë, do thotë është qëllimi se këta njerëz, këtë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala, do thotë se këta njerëz nuk do t'i largohen fesë së tyre, por do të vdesin në Islam. Dhe ajo që dihet nga argumente tjera dhe që është besimi i Ahlus Sunna wal Jamaa, ai që vdes në tauhid, do të thënë për mëkate të tjera, është në dëshirën e Allahut. Nëse do Allahu e fal, nëse do e dënon. Mirëpo nëse ka dikush vepra madhështore që e rëndojnë personin edhe i mundin ose i ngadhnjejnë ato vepra të këqija, atëherë do thotë se falen. Dhe lufta e Bedrit, do të thënë, është vepër e atill që është më e rëndë se gjitha mëkatet tjera që ka mundësi t'i bëjnë, që mund ndodhe t'i bëjnë sahabët. Kjo është një aspekt. Tjetër, gjithashtu është se Allahu e ka ditur në diturinë e tij absolute se këta njerëz nuk ka mundësi të jenë këmbgulës të mëkat. Do të thënë nuk do të ndodhë prej tyre që të bëjnë mëkat edhe ta vazhdojnë mëkatin. Nëse ndodh në ndonjë gabim, atëherë pendohen menjëherë dhe pendimi i fshin mëkatet edhe i fal. Siç është edhe për njerëz të thjesht. Ka thënë është në hadith qudsi, që thot Allahu, më falni, është hadith, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, adhnaba abdun dhanban. Do të thënë një rob ka bërë një mëkat. Edhe ka thënë, ej rob, adhnabtu dhanban faghfirhu li, faghfara lahu. Ka thënë, o Zot, unë bëra një mëkat, pra fal mëkat, dhe Allahu ja ka fal. Pastaj ka qëndruar një kohë të gjatë sa ka dashur Allahu subhanahu wa taala, pastaj ka bërë mëkat. Edhe ka thënë, o Zot, bëra mëkat, ma fal. Dhe Allahu ja ka falur. Pastaj ka vazhduar një kohë ashtu dhe pastaj ka bërë mëkat prap. Ka thënë, o Zot, bëra mëkat, ma fal. Atëherë i thot Allahu, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dhanb wa ya'khudhu bihi. Do të thënë, robi im e di se ka një Zot që i fal mëkatet ose dënon për to. Do të thënë, kur e bën mëkatin, e di që e ka Allahu subhanahu wa taala që mund ta dënoj dhe atëherë pendohet edhe kërkon falje tek Allahu, edhe e di se Allahu i fal mëkatet, thot qad ghafartu li abdi, ja kam fal robit tim, falyamal ma sha, atëherë le të bëj çka doj. Do të thënë, pa marr parasysh çfarë mëkate do të bëj, ai gjithmonë do të pendohet, edhe kështu gjithmonë i ka mëkatet e falura, sepse Allahu është i gjithdijshëm. Dhe kjo vlen për pjesëmarrësit e luftës së Bedrit. Do të thënë, Allahu e di se ata nuk do të jenë këmbgulës mëkat asnjëherë. Por nëse bëjnë ndonjë gabim, do të pendohen, edhe Allahu u afal, do të thënë krejtësisht, ose siç tham, ka mundësi për shkak të luftës Bedrit, edhe nëse nuk ishin penduar, por kjo nuk ndodh për sahabët. Do të thënë, kjo vepër e madhe
pjesëmarrja në luftën e Bedrit, do të thonë është më e rëndë se mëkatet që ka mundësi të kenë bërë këta sahabe, sepse nuk kanë bërë mëkatet mëdha ose nuk kanë braktisë ndonjë obligim, për shembull me lënë namazin, si më thon tash, Allah na ka falë në gjitha mëkatet edhe s'ka nevojë të falemi, ose agjerimin ose zakatin, ose thonë të hyjnë në një haram edhe të vazhdojnë në ta. Kjo nuk ka ndodhur prej sahabeve. Por nëse ka ndodhur gabim, janë pendu. Dhe kjo nuk është veç për këta pjesëmarrës të luftës Bedrit, edhe ata të përgëzuarit me xhennet, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu se do të jenë në xhennet. Ata pas këtij përgëzimi, edhe më shumë i kanë shtu veprat e mira, edhe më shumë janë friksu. Do të thonë pasi i ka ardhur përgëzimi, edhe më shumë kanë bërë shkaqe për të hyrë në xhennet. Gjithashtu edhe ata luftarët e Bedrit, thotë pas luftës Bedrit nuk janë mjaftuar me këtë, edhe me thonë e banëm punën e madhe, edhe tash mund t'i lëmë obligimet, t'i bëjmë gjitha haramet, si thonë sufit. Dhe askush prej njerëzve nuk e ka të lejuar që ta braktisë rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtë nuk e kanë bërë sahabët. Do të thonë ata edhe kanë dëgjuar këtë fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka dëgjuar Omeri radhiyallahu anhu se ja ka thënë Omerit. Nuk ka thënë, po edhe unë kam marrë pjesë në luftën e Bedrit, atëherë ti la, do të thonë nuk dënohen për asnjë mëkat. Do të thotë përkundrazi sahabët e kanë kuptuar që kjo do të thotë pendim prej mëkatit, i vazhdueshëm dhe i përhershëm. Pastaj në vazhdim thot Imam Ahmedi rahimahullah, thumma afdalu an-nasi ba'da ha'ula'i ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-qarnu alladhi bu'itha fihim. Pastaj, pra i rënditëm, do thot njerë Abu Bekri, Omeri, Othmani, Aliu, tjertë të përgëzuar me xhennet, pjesëmarrës të Bedrit, prej muhaxhirëve, pastaj prej ensarëve, pjesëmarrës të Uhudit, pjesëmarrës të Hudejbijës, njerë prej muhaxhirëve, pastaj prej ensarëve. Pastaj njerëz më të vlefshëm pas këtyre janë tjertë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do thonë gjenerata të cilët është dërguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kullu men sahibahu sanatan aw shahran aw yawman aw sa'atan. Do thonë secili që e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam një vit ose një muaj ose një ditë ose një orë, një çast, do thonë, aw ra'ahu ose e ka parë, fa huwa min ashabihi, ajo është prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu, ka vlerën e suhbes, do të thonë të qenit sahabi, e ka vlerën aq sa e ka shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat sabiqatuhu ma'ahu, edhe sa ka qenë, do të thonë sa më herët i është përgjigj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'a minhu wa nadhara ilayhi nadratan, ose ka dëgjuar një fjalë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ose ka shikuar një shikim një herë, një të pamë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Fa adnahum suhbatan huwa afdalu min al-qarn alladhina lam yarawhu. Më i vogli prej sahabëve, do të thënë më spaku që ka sahabi llok, do të thënë më spaku që e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është më i vlefshëm se gjenerata tjetër që ka ardhur pas ty, do të thënë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wala laqullaha bi jami'il a'mal, edhe nëse ata dalin tek Allahu me të gjitha veprat e mira. Do të thënë nuk mund të arrijnë vlerën e sahabëve. Thot kana haula'i alladhina sahibu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu, do të thënë këta që e kanë shoqëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e kanë parë dhe e kanë dëgjuar. Wa man ra'ahu bi'aynihi wa amana bihi, dhe kush e ka parë me syrin e tij dhe i ka besuar, do të thënë kur e ka takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam ka qenë besimtar, walau sa'atan, qoftë edhe një çast vetëm. Afdalu li suhbatihi min at-tabi'in walau 'amilu kull a'mal al-khair. Është më i vlefshëm se tabiinët, do të thënë edhe ky që vetëm një moment, disa minuta e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke qenë besimtar, do të thënë është më i vlefshëm se tabiinët, edhe nëse dikush prej tabiinëve i ka bërë gjitha veprat e mira, edhe shumë ibadete. Edhe kjo gjithashtu është prej
akides e Ehlusunne wal Jamaa, do të thënë e kuptuam vlerën e sahabeve, edhe e kuptuam renditjen, pra nuk janë të gjithë në një shkallë, ka renditje ose shkallë të ndryshme në vlerë, por ai që është në shkallën e fundit është më lartë se të gjithë njerëz tjerë, edhe tabiint, sepse shikimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk mund të krahasohet me shikimin e dikujt tjetër prej njerëzve. Qoftë edhe më i vlefshëm i sahabëve, edhe ata që e kanë parë Abu Bekrin, por nuk e kanë parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, do të thënë nuk ka mundësi të jenë të krahasueshëm, jo më të barazohen, do të thënë në vlerë me atë që kanë ndëjtur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm, do të thënë ka argumente të shumta që tregojnë vlerën e sahabëve, edhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që është nga Imran ibn Husayn, transmetuar në 2 sahihet, ka thënë khairu ummati qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Do të thënë këtu thot umet më i miri prej umetit tim janë, do të thënë më të mirët e umetit tim janë gjenerata ime, pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Edhe ka thënë Imran radhiyallahu anhu, fala adri dhakara ba'da qarnihi qarnayn aw thalathan. Do të thënë nuk jam i sigurt, pra a përmendi pas gjeneratës së tij, do të thënë gjeneratës së sahabëve, përmendi 2 apo 3 gjenerata. Do të thënë ka edhe disa transmetime që thuhet prerazi 3 herë, do të thënë, ose 2 herë. Por me rëndësi, do të thënë tani këtu nuk është tema për këto gjenerata tjera, është me rëndësi se ka thënë gjenerata ime janë më të vlefshmit e umetit. Thumma inna ba'dakum qauman yashhaduna wa la yustashhadun. Thot pastaj pas jush do të vinë njerëz që dëshmojnë dhe nuk ju kërkohet atyre dëshmia. Wa yakhununa wa la yu'tamanun. Edhe tradhtojnë dhe nuk u besohet ose nuk u lihet diçka në besim. Wa yanzuruna wa la yafun. Edhe zotohen dhe nuk e përmbushin zotimin. Wa yadhharu fihi musliman. Edhe në mesin e tyre shfaqet trashësia, do të thonë mbi pesha. Gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që transmeton Abdullah ibn Mas'ud dhe hadithi është në 2 sahihet, ka thënë khairun nasi qarni, do të thënë njerëzit më të mirë, pra gjithë njerëzimit janë gjenerata ime, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Pastaj ata që vinë pas tyre, pastaj ata që vinë pas tyre. Dhe nga Aisha radhiyallahu anha transmetohet në Sahihun e Muslimit se ka thënë një njeri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ayun nasi khairun. Do të thënë kush janë njerëzit më të mirë, ose cilët janë njerëzit më të mirë? Ka thënë al-qarnu alladhi ana fihi. Do të thënë janë gjenerata në të cilën jam unë. Do të thënë kjo gjenerat janë njerëz më të mirë. Thumma thani, thumma thalith. Pastaj vjen gjenerata e dytë, pastaj e treta, pra në vlerë. Do thotë këto janë disa prej argumenteve që tregojnë se gjenerata e sahabeve është më e mira se të gjitha gjeneratat, sepse ata e kanë pas njëherë parakalimi ose vrapimi, nxitimi për të hyrë në islam dhe për ta përkrahur islamin me çdo gjë që kanë posedu, edhe me jetën e vet. Do thotë është kontributi më i madh se kushdo qoftë tjetër që mund ta japë pas. Do thënë atë kontribut që kanë dhënë sahabët për islamin, për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për ngritjen e fjalës la ilaha illallah, ose për ngritjen e fjalës Allahut, edhe me dituri, edhe me vepra, edhe me mësim, edhe me thirrje, edhe me luftë, xhihad në rrugën e Allahut, nuk ka mundësi atë kontribut ta kompenzojë ose të barazohet me ta askush tjetër pas sahabëve. Dhe të gjithë të tjerët, do thënë pa marrë parasysh sa kontribuojnë për islamin, janë borxhli ndaj sahabëve, sepse këtë islam ne kanë transmetuar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por nuk mjafton vetëm do thotë të kenë qenë gjallë ose të pranishëm në atë gjenerat. S'do më thonë secili që ka qenë gjallë kur e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe secili që e ka parë, nuk do të thonë se është i udhëzuar. Pra ka pas
mosbesimtarë, atë kemi të qartë, mirë po ka pas edhe prej munafikëve, do të thënë që kanë pretendu se janë besimtar, por nuk kanë qenë besimtar në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe disa janë të njohur me emra, kur kanë thënë sahabë, këta nuk quhen sahabë, do të thënë këta që kanë qenë munafik, nuk quhen sahabë në këtë kuptim që treguam deri tani, do të thënë secili që e ka takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke qenë besimtar në të, dhe ka vdekur si besimtar. Kjo është definicioni i sahabiut. Do të thënë këtu përmend Imam Ahmedi ai që e ka pa, do të thënë është qëllimi ai që e ka parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që e ka pa atë. Thotë se ka mundësi, ka prej sahabeve që kanë qenë të verbër, do të thënë nuk e kanë parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, por qëllimi është takimi. Edhe kur vjen fjala të shikimit, do të thënë ai që e ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ose ai të cilin e ka pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke qenë ky besimtar, edhe vdes si besimtar, sepse ka disa që kanë bërë ridde dhe janë vrarë në luftat e riddës, dhe disa janë kthy. Prandaj kanë shtu edhe një pjesë definicionit, walau takhallalat dhalika riddatun. Edhe në qoftë se mes kësaj ka hyrë ridde. Do të thonë kur e ka takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ka qenë besimtar, dhe dikush prej tyre do thotë ka dalë prej islamit, pastaj është kthyer në islam dhe ka vdekur si musliman, do të thonë quhet sahabi. Mirë po ai që e ka takuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka qenë besimtar, nuk quhet sahabi. Do të thonë me këtë definicion ose në aspektin terminologjik. Edhe pse në aspektin gjuhësor mund të quhet, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur i kanë thënë sahabët për munafikt, e qartë, për Abdullah ibn Ubej ibn Selulin, i kanë thënë, do më thënë ta vrasim, se ai meriton të vritet, sepse ka bëu edhe kufër, do më thënë është tallë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe sahabët, por ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, se mos thonë njerëzit, Muhamedi i vret shokët e vet, sahabët e vet. Do më thënë gjuhësisht, ose në shikimin e njerëzve, ata janë quajtur se janë sahabe, janë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit nuk e dinë se çka ka brenda njeriu, por edhe gjithashtu ata që janë larg, nuk e dinë se çka kanë pas ata kundërshtim ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj i kanë quajtur se janë sahabe. Edhe kjo mund të jetë pengesë për të hyrë në islam, sepse thonë edhe njerëz të vet i vret pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo nuk ka ndodhur. Por as nuk i ka vrarë këta që kanë qenë armiq të fshehur. Do thotë se kështu duhet kuptohet mençuria edhe do thënë menaxhimi i situatave. Do thënë ka mundësi që të lihet një punë që është e saktë të bëhet, po lihet mos bëhet dome të tjera. Do thënë që mos thonë njerëzit që t'i pengojnë, do thënë ta pengojnë dawen, duke thënë se ai nëse kundërshtohet edhe shokët e vet i vret, dhe këtë nuk e ka bërë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse të gjithë ata që kanë qenë pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë ditur se haku është që të vritet ky njeri, domethënë dënim me vdekje, pra bëhet fjalë për zbatimin e ligjit. Dhe ka merituar që të dënohet me vdekje, mirë po, për shkak të kësaj e ka lënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe qëllimi është këtu se i ka quajtur, ka thënë mos thonë njerëzit se i vret sahabët e vet, ose i vret shokët e vet. Kjo është emërtim vetëm do thot vetëm gjuhësor, jo se kanë qenë me të vërtet prej sahabeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe prej tabiinëve, ose në gjeneratën e tabiinëve, nuk është secili, se çdo individ prej tabiinëve që duhet të ndiqet ose të merret për imam, se në kohën e tabiinëve ka pas njerëz të bidatit, do të thënë janë shfaq xhavarixht në kohën e sahabeve, edhe në fund, do të thënë jetës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kurse në kohën e Aliut radhiyallahu anhu kanë dalë të dukshëm. Edhe kaderit, po, edhe ka thënë kaderit, do të thënë që kanë qenë prej tabiinëve. Mirë po për ata ka thënë Abdullah ibn Umar, nëse i takon thuaj se unë distancohem prej tyre. Edhe kjo është hadithi i njohur, që është hadithi i parë në ku?
sa unë e muslimit. Do më thënë, është, pra ky hadith që tregon se edhe në mesin e të, s'do me thënë se cili që ka jetu në kohën e sahabëve, ose se cili që ka jetu në kohën e tabiinëve, është që duhet të ndiqet në çdo gjë. Bile, nuk do me thënë që se cili prej tyre duhet të ndiqet në përgjithësi. Do thënë ka mundësi që të këtë qenë i devijum, edhe pse ka qenë mesin e tyre, si kanë qenë, do me thënë, Khawarizët edhe Qaderit edhe tjerë që kanë dalë duke u paksu numri i sahabëve, kanë dalë edhe grupacione të tjera. Do thotë, pra e kemi këtë sikur shumë njerëz, do të thënë, në kohën tonë e përmendin, këta ju thoni se ndiqni selefin, ky filani ka qenë prej selefit, ky filani ka qenë prej tabinëve, ka qenë prej atë, pse nuk e ndiqni atë? Kjo nuk do të thonë se pse ka qenë i asaj kohe, nuk quhet, si tham, ai që ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, s'do të thonë patjetër quhet sahabi. Edhe ai që është në kohën e tabinëve, gjithashtu, ose atba'u tabiin, nuk është patjetër që quhet selef, ai. Ai është, do të thonë, ka mundësi të ketë qenë i devijum, që nuk e kanë ndjek selefin, do thotë selefi i tyre kanë qenë sahabët. Prandaj selef kur thuhet, do të thonë janë sahabët dhe secili që e ndjek rrugën e sahabëve. Kryesisht prej tabiinëve, atba'u tabiin dhe të gjithë dietarët e umetit që kanë ecën rrugën e sahabëve, këta janë, do të thonë selefi jonë ose paraardhësit tanë që i ndjekim. Se ka thonë një prej dietarëve, nëse mund ta gjejmë, që ka thënë pra ai nuk merret parasysh sepse flet kundër selefit. Do të thënë prej tabiinëve kanë thonë pasi ai flet kundër selefit, do të thotë kundër sahabëve. Atëherë nuk është në rrugën e drejtë dhe nuk merret dituria prej tij, ose sipas kuptimit. Prandaj kur e kuptojmë këtë se më i vogli prej sahabëve është më i vlefshëm se më i madhi prej tabiinëve dhe gjenerata e tjera, duhet të kemi parasysh këta në secilin rast. Kjo zbatohet dhe pasi kanë thonë disa njerëz, kanë bë pyetje edhe kanë pas dyshim, kanë pyetur a është më i vlefshëm Omer ibn Abdulaziz apo Muawiya ibn Abi Sufjan. Muawiya radhiyallahu anhu nuk është prej më të vegjëlve të sahabëve dhe ai ka vlera të shumta, por është prej atyre pas Hudejbies që kanë hyrë në Islam dhe është sahabi i vlefshëm dhe i madh. Për këtë ka thënë, do të thënë, si që përmend fjala e Imam Ahmedit, fa adnahum suhbatan afdalu min al-qarni alladhina lam yarawhu. Do të thënë më i vogli në suhbe është më i vlefshëm se gjenerata që nuk e kanë parë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe u përmend se nuk mund ta arrin sahabiun njerëzit edhe nëse i bin të gjitha veprat i sjellin, do të thënë i bën gjitha veprat e mira, thot nuk mund të arrin vlerën e sahabëve. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse jepni ju flori si sadaka sa kodra e Uhudit, sa mali i Uhudit, edhe prandaj kur shkojmë te mali i Uhudit shumë herë përmendit, do të thënë shikojeni për ta kuptuar krahasimin, do të thënë sa është ai mali i Uhudit, kush mund të japë flori aq shumë. Po edhe nëse kishte dhënë aq shumë, nuk mund të amri që kanë dhënë ushqim, një grusht miell ose një grusht grur ose hurma që kanë dhënë sahabët, nuk mund të arri askush vlerën e tyre edhe nëse jep do të thënë sa kodra Uhudit. Atëherë nëse një njeri që jep pasuri sa mali i Uhudit, nuk mund të arri një grusht miell, do të thënë që ka dhënë sahabiu. Atëherë si ka mundësi të arri dikon që ka dhënë gjithë pasurinë e vet për Allahun?
si Ebu Bekri ose të tjerë, ose Uthmani radhiyallahu anhu. Si mund të arrijë ata që e kanë braktisë gjithë pasurinë e vet edhe familjen e vet për Allahun subhanahu wa taala. Si mund të arrijnë vlerë atë që është plagos në rrugt të Allahut me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Mos flasim si ka mundësi dikush të arrijnë vlerë dikon që ka rënë shahid, do të thënë në krah të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë askush nuk mund ta arrijë, kush mund t'i afrohet asaj vlere. Kush mund t'i afrohet, do të thënë vetëm vlerës së shikimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe dëgjimit të fjalëve të tij prej gojës së tij sallallahu alaihi wasallam. Pra thot, gjithashtu transmeton Abu Bakr al-Marwazi, thot se e kam pyetur Imam Ahmedin, i kam thonë, ayyuhuma afdal, cili është më i vlefshëm, Muawiya au Umar ibn Abdul Aziz. Ka thonë Imam Ahmedi, Muawiya afdal. Do të thonë Muawiya është më i vlefshëm. Lesna naqisu bi ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan. Do të thonë nuk e krahasojmë me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam askënd. Askënd nuk mund të pyes, do të thonë as nuk guxon të bëhet kjo pyetje. A është më i mirë ky apo ky prej sahabëve? Do thotë nuk e krahasojmë askënd me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njerëzit më të mirë janë gjenerata të cilët unë jam i dërguar. Pastaj gjithashtu transmetohet në Sharia të Imam Azurrit, thot pra transmetohet nga Ibrahim ibn Said al-Jauhari, thot na ka treguar Abu Usame se ka thonë kur është pyetur cili është më i vlefshëm, Muawiya apo Umar ibn Abdul Aziz, ka thonë ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yuqasu bihim ahad. Do të thonë me sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk krahasohet askush. Do të thonë vetëm krahasimi, jo me thonë se është më i vlefshëm, por me thonë cili është më i vlefshëm nuk mund të bëhet. Po ashtu thot se një njeri e ka pyetur Abdullah ibn Mubarakun. I ka thonë, a është Muawiya më i mirë apo Umar ibn Abdul Aziz? Ka thonë Abdullah ibn Mubarak, turabun dakhala fi anfi Muawiya rahimahullah ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairun aw afdalu min Umar ibn Abdul Aziz. Do thot, pluhuri që i ka hyrë në hund Muawiyas radhiyallahu anhu duke qenë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai pluhuri që ka hyrë në hundën e Muawiyas është më i vlefshëm se Umar ibn Abdul Aziz i komplet. Jo që të krahasohet me Muawiyan radhiyallahu anhu. Kurse Umar ibn Abdul Aziz është imam i drejt, khalife i drejt, se disa kanë thonë se është prej Khulefar Rashidin. Kjo është gabim, mirë po është, më thonë, drejtësia e tij dhe dobia që e ka sjellë për umetin, dhe gjithashtu ai është që e ka ndihmu diturin edhe ka kërku prej Zuhriut që të shkruaj, më thonë, libra, hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kështu me radhë, më thonë, ka bërë drejtësi dhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 veta janë që hynë në hijen e Allahut, ditën kur s'ka hije tjetër përveç hijes së Allahut. Edhe i pari që ka përmendur është imamun adil, domethënë udhëheci i drejtë ose sundimtari i drejtë. Edhe pa dyshim se Umar ibn Abdul Aziz ka qenë sundimtari i drejtë. Edhe të gjithë, domethënë, janë ata që kanë jetuar në kohën e tij edhe ata që kanë transmetuar më vonë historian, domethënë gjithë pajtohen se drejtësia e tij është shembullore. Edhe veprat e tjera dhe lufta në rrugën e Allahut edhe përhapja e Islamit e kështu me radhë ka vlera të shumta. Mirë po nuk mund të krahasohet me çastet, me ato grimcat e pluhurit të Muawiyas që ka qenë afër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos flasim për punë tjera që i ka bërë Muawiya. Pra, shiko, Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu rahimahullah nuk i ka përmendur punë të mëdha të Muawiyas, që ka shumë. Edhe mjafton që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka besuar që ai ta shkruaj Kur'anin. Edhe punë, do të thonë, shkrimi i Kur'anit, edhe punë të tjera që i ka bërë Muawiya radhiyallahu anhu janë shumë të mëdha, mirë po as ka nevojë ti përmend, nuk mund të krahasohet Umar ibn Abdul Aziz
me Muawijen. Nuk mund të krahasohet, do të thënë është qëllimi kjo që kanë thënë gjithë dietarët e sunetit. Do të thënë pra pozita e sahabeve e tyre është shumë e madhe, nuk mund të barazohet me ta askush, as nuk mund të afrohet askush, edhe prandaj gjithmonë lutemi Allahut, ashtu si ka thënë Allahu se është i kënaqur me ta, ne lutemi që Allahu të jetë i kënaqur me ta dhe t'i ngrisë edhe në grada më të larta, dhe lutim Allahun që të na bashkojë edhe ne me ata pa u sprovuar në fe dhe pa ndonjë devijim, për të përforcuar në rrugën e Allahut, në rrugën që e kanë ecur sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe lutim Allahun që të na bashkojë me ta për shkak dashurisë ndaj tyre dhe për shkak që përpiqemi të jemi në rrugën e tyre edhe pse nuk mund t'i bëjmë veprat e tyre. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.